Me shpejtësinë e dritës u bën virale në rrjetet sociale. Pamjet në rrugët e Romës ku shihej Edi Rama i acaruar teksa fliste me dikën në telefon. Një shqiptar që ishte ulur në një lokal aty pranë e ka filmuar kryeministrin teksa i bërtiste personit në anën tjetër të telefonit. Rama me tone të ashpra i thoshte: "Për çfarë je bërë bashkëkryetar ti, që të krijosh pengesa? Për çfarë je vënë ti bashkëkryetar aty? Na keni kthyer një vit mbrapsh. Çfarë oponencë po bëni ju aty?" Dëgjoi Rama teksa kërkonte llogari në telefon. Menjëherë, sapo u transmetuan pamjet në Shqipëri, nisën aludimet se kujt po i bërtiste kryeministri. Disa menduan se Rama ishte duke i bërtitur Arbian Maznikut, bashkëkryetari të Komisionit të Posaçëm për Reformën Territoriale. Të tjerë thanë se në anën tjetër të telefonit ishte Damian Gjiknuri. Por me sa duket, nuk ka qenë asnjëri nga të dy. Kryetari i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, tregoi se kujt po i bërtiste Rama dhe ajo që i kishte tërbuar më shumë ishte fakti se në diskutim ishin jo pak, por $140 milion. Sipas Shehajt, Rama ka kryer punë me politikën, pasi nuk llogarit më asnjë kundërshtar. Tani ai po merret vetëm me biznes. Agron Shehaj tregoi se atë ditë Rama ka folur në telefon i acaruar me 2 persona. Njëri ka qenë zëvendës ministri i brendshëm dhe tjetri shefi i IT-s në Policinë e Shtetit. Të dy këta janë bashkëdrejtuesit e grupit të punës që po negocion kontratën $140 milion për projektin e quajtur Smart City. Sipas Shehaj, qeveria shqiptare do t'i japi pa tender por me marrëveshje një kompani arabe monitorimin e trafikut në vend. Ai tha se qeveria shqiptare do të marrë $140 milion borxh nga arabët për t'ia paguar sërish atyre, ndërsa qytetarëve shqiptar do të mbetet barra e shlyerjes së borxhit. Vonimi i këtyre procedurave duket se ka acaruar Ramën rrugëve të Romës.